Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, një miq të kanalit këtu flasim. Jam Edelira pra, po përpiqem edhe një herë pra të shikoj filxanin e një mikeshës tonë pra, mikeshës të kanalit, të cilën e falenderoj personalisht pra për pranimin e saj në kanal, për komentet e saj të dashura. Edhe pse nuk e njoh pra si person nga afër, pra ky njeri për mua ka atë shkëndijën e suksesit, pra dhe të shtyj njerëzit drejt suksesit, okay? E dashur ti nuk e kërkuar një pseudonim për veten tënde. Pseudonimin tënd do ta vë besimtarja, ti beson tek njerëzit, beson që ata do të ndryshojnë, beson që ata do të sjellin rezultatet që më të mira në jetën e tyre. Për veten tënde je dorëzuar pra, nga brenda vetes tënde je dorëzuar, je ëmbëlje sjellshme me njerëzit pra që të rrethojnë rreth, por vetë për dëshirat e tua pra, ti je dorëzuar. Nuk më ke thënë me këtë dorë ke pirë kafen, unë do të supozoj që ke pirë me dorën e djathtë pra. Dhe ajo që shikoj pra, nëse kafja është pirë me dorën e djathtë, ke fotografia e parë që ti ke dërguar pra, ajo që shikoj është që ti je shumë e lidhur pra me fëmijërinë tënde, pra me njerëzit tek të cilët me adoleshencën, fëmijërinë, adoleshencën tënde pra tek me njerëzit të cilët i takojnë asaj periudhe. Mund të them që ke rënë e shtrirë, pra ke rënë e marrëzitur për një njeri i cili ka vështirësi në të ecur, pra ose ka patur dhe mbase ka hikur njeriu, mbase ka ndruar jetë, pra nuk e di, por ti e ke mendje ke ky njeri, pra mund të ishte një baba, mund të ishte një gjysh, ose mund të ishte edhe një i dashur në rinin e hershme, mund të jetë një vëlla, pra është një njeri i cili nuk mundet të jetë për ty fizikisht në jetën tënde që ti po kalon sot, pra. Është një njeri i cili përpiqet të largohet prej teje, pra. Nëse është dikush që ka ndruar jetë, mirë është e dashur të fillosh të japësh Zotit lëvdatat dhe meritat që takojnë për çdo gjë që të është dhënë në jetë ty dhe personit i cili iku, nëse ka ikur pra, gjithmonë. Dhe nëse është në këtë dynja, pra nëse është në këtë botë, pra në këtë nivel të jetës që ne jemi, atëherë e dashur është mirë të respektosh dëshirën e tij, pra sepse ai po kërkon të shkojë, të ikë përpara, pra. Duke qenë se ty të shikon, e ndjen trishtimin tënd, e ndjen lëndimin tënd, e ndjen mërzitin tënd, ky njeri nuk mundet të largohet, pra. Dhe ka gjëra për të jetuar përpara, nëse është në këtë botë. Ka gjëra për të jetuar përpara, pra për të shijuar përpara gjëra të cilat i do dhe që i përshtaten, që do e bëjnë të lumtur. Nëse ka ndruar jetë, atëherë lëre këtë njeri të largohet, sepse një mashkull shumë i bukur dhe shumë i dashur, shumë i ngrohtë për ty do të vijë përpara, mbasi të lejosh pra të largohet pra ky person. Shpresoj të jem duke bërë gabim, si gjithmonë pra. Nga ana, më thua që ti je martuar, nga ana e bashortit, ai është një njeri shumë i hapur në ndjenja, jo në mendime, pra në ndjenjat e tij janë shumë të hapura. Mund të thuash që është i dashuruar edhe me shokët e vet, edhe me lulet, edhe me këngën, edhe me vallen, pra është një njeri i cili jeta nuk i është sjellur shumë keq, por nuk do thotë që nuk ka kaluar keq. Në rregull, nuk do thotë që s'ka patur një periudhë kohe që s'ka patur dhe të habuk, në rregull. Thjesht është karakteri i tij pra i tillë, i cili është i gëzuar me çdo gjë që jeta i sjell. Mund të them që nuk është dhe një njeriu që lutet shumë në Zot, pra mund të them që është pak ateist. Do të thënë, Zoti i takon atyre njerëzve i cili thot Zoti ndihmon ata që ndihmojnë veten. Pak a shumë, nuk mund të jem e sigurt 100%, po kjo është që shikoj unë. Me datë 25 mars e dashur, ke marrë një lajm shumë të bukur, ti ose bashkëshorti, pra një fitore shumë të bukur, një pasqyrë gëzimi shumë të madhe.
bëhesh gati për gëzime edhe ti, por nga momenti që ti pret diçka, tash nuk e di, mbase mund të kesh dy fëmijë, mbase ëndra jote është bësh 2 fëmijë, pret diçka brenda vetes ti pret diçka, nuk me mend mirënjohse, me logjikën, domethënë me logjikën kur rrie dhe mendohesh, thua zot shqyr, por prap diçka të mungon, pra diçka të shqetëson. Fillo të bësh faleminderit, fillo të kuptosh edhe të tjerë, të vësh veten në vendin e të tjerëve nga ana optimiste e gjërave, jo nga ana e vuajtjeve e gjërave. Për shembull, si të them unë ty tash, më vdiq babai, babai më është 90, babai, po të rrit mendoj këto gjëra, detyrimisht që unë nuk do ngrihem do të bëhet të laj dhe pjatat, nuk do ngrihem do ngrihem, po si do ngrihem. Kurse po të them, babai mi mbaroi punët në tokë, babai im kërkovi ndjeske zoti, babai im i kuptoi të gjitha dhe erdhi koha që ai të ikë. E mori dhe dashurinë që kishte nevojë nga gruaja, e mori dhe dashurinë që kishte nevojë nga fëmijët, po sepse ishte në një kohë komunizmi kur s'kishin kohë për njëri tjetrin, në rregull, kur ishte turp të shpreheshin njëri tjetrit. Të gjitha këto gjëra, pra, mba ngrejnë atë shikoj anën pozitive që mori babai, nuk hiku i pangopur me dashurinë, kupton? Në këtë mënyrë. Kjo sipas fotografisë të parë dashur që më ke dërguar. Tash nëse do të thoshim që ke kthyer filxhanin me dorën, që ke pirë filxhanin me dorën e majt, atëherë një njeri i bër pishman nga shkuara kthehet ke ti, nëse filxhani e ke pirë me dorën e majt gjithmonë, kthehet tek ti, të kërkon falje, të kërkon të harri, ky person nuk është mashkull, është femër, pra, edhe mundohet në një farë mënyrë pra të kompensoj, pra dhe të rregulloj keq kuptimin që patët ju në të shkuarën, mund të jetë një motër, mund të jetë dhe një shoqe e ngushtë, pra. Dhe çdo gjë nga kjo e mbra, pra vërtet shkon bukur, shkon mirë në këtë lidhje. Ti si person përsëri më del, pra dhe me dorën e majt më del pak e mërzitur me mendimet e tua në një ngjarje që ka ndodhur para pak kohësh, e cila të ka vënë në mendime, pra të ka lënduar, nuk e di çfarë ka ndodhur, dhe gjithashtu i të shoh më del një njeri i cili kërkon zgjidhje në çdo gjë, pra kërkon zgjidhjen, dhe madje edhe në një lidhje jetësore që ai mund të ketë me një motër, ose me nënën e tij, ose me një kushurir, pra një femër prap të cilën e ka si motër, asnjë lidhje seksuale ndërmjet tyre, e ka si motër, pra sikur mundohet pra ta ndihmoj këtë në lidhje me jetën e saj personale. Okay? Brenda vatra e familjes ka rënë shumë e bukur, ka rënë shumë e ndritur, bie një fëmijë brenda në vatrën e familjes dhe bien edhe 2 familje afër teje, pra të cilat mundohen me atë të tyren, pra mundohen, ju del natyrisht, ju ka dashuria për ty është e natyrshme, është e pastër, por njëra nga familjet mundohet të bëjë muhabet për diçka që ti nuk do që ta dëgjosh, që ta diskutosh. Duke tentuar gjithmonë, pra ke dora e djathtë, pra që ta ke shpir kafen me dorën e djathtë, më del që thash me datë 25 për bashkë shortin të dilte një rrugë të dilte një datë e kuqe, pra një datë fitimpruse, më del një shtatzani, shtatzania është nga ana jote, jo gjithmonë shtatzania që më del në filxhan është vërtet shtatzani, në shumicën e rasteve është një ide e re për punë, pra një ide e re për të rritur pra martesën, familjen, një lajm i mirë nga fëmijët që kemi, pra jo gjithmonë, po ka të bëjë me diçka të re, pra gjithsesi. Dhe një rrugë që do bëhet, pra janë pashkat e katolikëve nesër, një rrugë që do bëhet pra në fund të muajit, është fundi i muajit të marsit, pra jemi idhi në fund të muajit mars. Një rrugë që do të bëhet zemër, do të jepet një mundësi pra realizimit të këtij lajmi, pra sikur kërkon një leje shtëpie, një leje dyqani, diçka e tillë, një leje qëndrimi, pra i jepet mundësia me këtë rrugën e shkurtër, pra kjo gjë të vë themelet edhe të fillojë dhe të mbarojë shumë shpejt me sukses. Duhet të ketë kujdes nga bashkëpunimet që ka vendosur të bëjë, pra, sepse një njeri i familjes së tij, pra, mund të jetë femër, krijon lidhje
me një person i cili është nga ana e kolegëve, nga ana jote, domethënë një person të cilin ai vetë si person nuk e do, një bashkëshorti yt nuk e do, nuk do që ta shikoj me sy, është njëri i gjatë. Nuk do që ta shikoj me sy, pasi thot ky ato fitimet që ka nuk i ka me punë, i ka me poshtërsi. Ose mund të jetë për shembull mund të marrë një pension për shkak të shëndetit të tij jo të smur, dhe vërtet edhe asnjë nuk do donte që njeriu i vetë të lidhet me një njeri i cili nuk mund të siguroj, nuk mund të jetë garant për një të ardhme të shëndetshme, pra të pasur. Nuk e bëj të keq njeriu pra mashkullin, thjesht pra yt shoj shikon këto gjëra ke ky person. Mund të jetë një vajzë ose mund të jetë edhe një motër, pra femra që lidhet me këtë person. Qëndron vatra e shtëpisë pra e mrekullueshme, qëndrojnë të gjitha të mrekullueshme, tash nga ana e punës nëse fryzan një shpirt gjithmonë me dorën e djathtë, nga ana e punës nëse ti punon diku do marrësh lajme të bukura, nëse ti nuk punon diku dhe je në kërkesë të një vendi pune, një femër e cila vesh cizme me maj, zakonisht pra kputucët e saj të zakonshme janë cizme me maj, ose është femër që ka autoritet, pra ka një me ashpërsi, se ta them, ka ashpërsi, po me këtë ashpërsi ka arritur të ketë suksese në anën profesionale. Pra, ky person pra të thot, unë jam këtu, thot, mund të të vë ku të duash ti, kalon fjala ime dhe e vërtet është puna është që ti ja do mundesh të durosh realitetin me këtë femër, pra. Postin e kësaj femre, ajo është dhe si një mashkull brutal në punë, pra nuk e di në jetën e vet personale, por në punë si një mashkull brutal. Nuk e di a do mundesh ta përballosh. Gjithashtu, është kjo që thash, nuk e di a do mundesh ta përballosh, por nëse je në vend pune, atëherë do të shpëtosh për pak nga hilet e një shefi ose shefeje, pra. Do bësh plum në momentin e caktuar, pra do ndrosh punë, sepse dikush po ndjet nga ty i bezdisur me mënyrën e ndershme që ti punon, me mënyrën e gëzuar që ti punon nëse je në punë. Dhe kjo gjë i prish punë, pra në rregull, sepse ndërkohë që të flasin me një ton, për shembull, fyes, ti nuk fyesh, por vazhdon të jesh ai personi i qeshur, i ëmbël, dhe kjo gjë pra flasim, ndërsa ti je ëmbël, flasim për një person i cili investon tek frika e nëpunësve, dhe ti nuk trembesh, nuk je nga këto që tremben, e jeta fjalën. Pra, nëse është kjo versioni i dytë, hikën sepse gjen një punë tjetër me më pak orë, me më pak përgjegjësi, diçka e tillë, por do jesh më e kënaqur dhe hyn provizorisht kjo puna tjetër, sepse në të ardhmen pra kërkon diçka të re, përballesh prap me të njëjtin problem, prap me person i cili do ashpërsi në punë, pra. Nuk mund ta kuptoj cili është zanati yt, mund të thosha mësuese, por nuk mund të jem e sigurt. Por nëse filxani është shpir me dorën e majtë e zemër, ashtu siç është kthyer, pra siç e ke kthyer filxanin më thot dora e majtë. Nëse filxani është kthyer me dorën e majtë, nga ana e punës ke dy pasqyra gëzimi shumë të bukura, ke një rrugë të shkurtër me kolege dhe kaloni shumë bukur aty ku do shkoni, ke një ngritje në detyrë, pra mbas kaq kohësh që ti po kërkon, pra ke dhënë idetë tua, ke dhënë mundin tënd, pra ke ndihmuar shumë herë situatën të dal nga biznesin të dal nga situata e vështirë, dhe momenti i vërtetë është që momenti për të marrë ngritjen në detyrë që kërkon ose në lek, e dashur është mesi i prillit e mbrapa, do ndihesh shumë e kënaqur dhe do kesh edhe mundësi të çlodhesh. Bashkëshortet asnjë, ose ka një person po ta ke shpir me dorën e majtë gjithmonë, ose po kalon në çështje shëndeti dhe është pak i pamundur, pak deri shumë i pamundur këto kohë, dhe ti je detyruar të qëndrosh tek koka bashkë me një tjetër, jo je detyruar, domethënë i qëndron ke koka bashkë me një person tjetër, kërkon rrugëzgjidhje, ndërkohë rrugëzgjidhje për momentin nuk ka,
është thjesht në dorën e këtij personi pra që të mos bëj abuzime të mos bëj më abuzime me shëndetin e tij sepse ka abuzuar. Nuk e di se në çfarë mund të ketë abuzuar që ka problem tek gjunjt edhe tek organet e tij gjinitale. Dhe jo vetëm, pra del edhe një pjesë e mbrapme e trupit, duke filluar nga veshkat deri poshtë ke këmbët, pra që ai ka probleme, por mbi të gjitha problemi i tij pra është mënyra mendimit, nëse Filzani e shpir me dorën e majt pra. E dashur besimtare, pasqyra gëzimi ke përpara, nëse është bashkëshorti ky i cili po vuan pra në krevat, Filzani ka pothuajse 1 muaj që është dërguar, kështu që mund të ketë ndryshuar disi gjendja, nuk e di a mund të jetë ngritur në këmbë apo ka ndodhur diçka tjetër, por për ty do vinë kohë më të lehta, pra kohë më të pastra, dhe pse për momentin pra del shumë e ngarkuar në Filzan gjithmonë, del shumë e ngarkuar, ke një peshë në gjoks, nuk mund të flesh gjumë natën, koka të zien, pra ke shumë mendime, të gjitha këto ta bëjnë jetën e përditshme më të vështirë. Pra, ky ishte Filzani i besimtares, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit, jeni në kanalin tim. Nuk e dia do kem mundësi të shikoj Filzan tjetër në vazhdim. Jam shumë e lodhur, kam nevojë të çlodhem. Ju kuptoj të gjithë që më shkruani në kanal ku mund të më dërgoni. Emaili është këtu flasim@gmail.com, pra është më mirë sepse unë WhatsAppin e përdor shumë pak, për arsye që mund ta kuptoni edhe vetë. E përdor për njerëzit me të cilët kanë mbyllur takim dhe flas me ta online dhe është me pagesë, dhe kur kam familje në shtëpi nuk e hap pothuajse fare, vetëm nëse kam ndonjë takim pra gjithmonë. Atëherë, ju uroj të gjithëve ju që festoni nesër ringjalljen e Krishtit, të ringjallën shpresat tuaja, të merrni dritë nga drita e tij, të merrni forcë nga forca e tij. Mos qëndroni në gjykimin e veprimeve të priftërinjve, të hoxhallarëve, në të gjithëve pra po e them, sepse thot Jezu Krishti që ai që largon njerëzit e mi nga rruga ime, pra do dënohet 2 herë, por dhe ai që nuk besoi tek unë do dënohet, pra nuk është nevoja të dënoheni, nuk po them besoni të gjithë të Krishti. Ja, edhe Kurani ka mësime shumë të mrekullueshme përpara, dhe Krishti nuk ishte gjë tjetër përveç realizimi i fjalës të Zotit, pra i besës të Zotit ndaj njerëzve, pra atë që njerëzit i kishin kërkuar Zotit të bënte për ta. Atëherë, bashkë miru dëgjofshim në një video tjetër. Kalofshi bukur, shumë bukur të gjithë ju që festoni nesër dhe të gjithë ju që vazhdoni të agjeroni dhe të gjithë ju që nuk mundeni të agjeroni për një apo tjetër arsye. Miru dëgjofshim.